Numërimi mbrapsht ka nisur. Nesër më 20 gusht flamingot pritet të mos jenë më vetëm në sheshet shqiptare. Protesta kundër projektit të Jared Kushner në Sazan do të zhvendoset edhe në det, me një flotilje që do të niset nga brigjet italiane drejt ishullit shqiptar. Brindisi Report ka publikuar detajet e mobilizimit parashikuar për të njëjtën, duke zbardhur një agjendë që nis paraditë dhe përfundon në mbrëmje me daljen e anijeve nga porti. Sipas medias italiane, anijet e Global Sumud do të nisen në orën 22:00 nga Brindisi drejt Sazanit në mbështetje të Flamingo Revolution dhe protestës kundër projektit turistik të fondit të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Zhvillimi konfirmon atë që pamfleti paralajmëroi një ditë më parë, kur raportoi për përfshirjen e flotiljes dhe jehonën që protesta kishte marrë pas reagimit të Alex Soros, por tashmë dalin edhe detajet. Dita e mobilizimit në Brindisi do të nisë në orën 11:00 në Bar Betty, Viale Regina Margherita, me një konferencë për shtyp ku organizatorët pritet të paraqesin objektivat e misionit dhe kontekstin politik e gjeopolitik të tij. Në konferencë, sipas programit të publikuar, do të marrin pjesë Tony La Piccirella dhe Yazan Isa nga Global Sumud, aktivistja shqiptare Klara Osman nga Mesde, Palestina e Lirë si Bobo Aprile e Cosimo Quaranta nga Komiteti kundër gjenocidit të popullit palestinez, kundër riarmatimit dhe për paqe në Brindisi. Mobilizimi do të marrë për masa më të mëdha nga ora 18:00, kur qytetarët janë të ftuar të mblidhen në Piazza San Teodoro da Masea përballë Palazzo Montenegro. Aty është parashikuar një aktivitet kulturor dhe politik me pjesëmarrjen e aktivistëve, akademikëve dhe artistëve. Me emrave të janë profesori Luigi Cazzato, pedagogi letërsisë angleze në Universitetin e Barit dhe autori i librit Palestina tra Oriente e Occidente, Rihab Karida nga delegacioni grek i Global Sumud, aktivistja dhe regjisorja diasporës Antonella Dedja. Por momenti kryesor është përcaktuar në orën 22:00. Në atë orë anijet do të lënë portin e Brindisit dhe do të marrin drejtimin për në Shqipëri. Destinacioni politik dhe simbolik i misionit është Sazani, ndërkohë aktivitetet kulturore dhe muzikore në Brindisi do të vazhdojnë edhe pas nisjes së flotiljes, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar edhe mbledhje fondesh për nisma dhe misionet të ardhshme. Zgjedhja e Puljas dhe Brindisit nuk paraqitet si rastësi nga organizatorët. Ata e lidhin mobilizimin e sotëm me historinë e emigracionit shqiptar dhe veçanërisht me anijen Vlora, e cila 35 vite më parë mbërriti në brigjet italiane me mira shqiptar. Tani organizatorët kërkojnë të përmbysin simbolikën. 35 vjet pas Vlorës, anijet nisin nga Italia drejt Shqipërisë. Sipas Brindisi Report, komuniteti puljez po bashkohet me diasporën shqiptare në kundërshtimin e projektit parashikuar për ishullin e mbrojtur të Sazanit, i lidhur me fondin e investimeve të Jared Kushner. Organizatorët e shohin këtë si pjesë të një debati më të gjerë për mënyrën se si kapitalet e mëdha po transformojnë brigjet e Mesdeut dhe për rolin që kanë komunitetet lokale në vendimmarrjen mbi territorin ku jetojnë. Kush vendos për të ardhmen e një toke? Kush e përcakton aksesin në të? Komunitetet që e banojnë apo kapitalet e mëdha që mund të blejnë dhe transformojnë? Janë pyetjet që ngre lëvizja sipas medias italiane. Dhe pikërisht këtu protesta për Sazanin po merr një dimension që tejkalon kufit shqiptar. Pamfleti raportoi një ditë më parë se Alex Soros i kishte dhënë jehon Flamingo Revolution, ndërsa paralajmërimi për flotiljen që do të nisej më 20 gusht drejt Sazanit tregonte se lëvizja po hynte në një fazë tjetër. Tashmë kemi jo vetëm datën, por edhe orën dhe programin. 11:00 konferenca për shtyp, 18:00 mobilizimi publik, 22:00 nisja e anijeve drejt Shqipërisë. Nga një protest me Flamingo Roz në Shqipëri, çështja e Sazanit po kalon në një mobilizim ndërkombëtar që bashkon aktivistë shqiptar, italian dhe pjesëmarrës nga vende të tjera. Dhe nesër në mbrëmje, nëse programi zbatohet sipas njoftimit, protesta pritet të ketë edhe imazhin e saj më të fortë deri tani, një flotilje që lë brigjet italiane dhe merr kursin drejt Sazanit.